Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lutim së bashku me ju mbrëmsaren e dytë të dielës së tretë të Pashkëve. Psalmet të marra nga java 3 e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit para folës, të bardhe me rob shpëtimi, pasi u shfaq deti kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i tij krejt i shejt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruar nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër nga e cila u shem feri, turma rëbruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tirani në vëndër pranga, dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje u Krisht, gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd Pashkona. Jezus, ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jeta. Amen. Antifona e parë. Krishti e liroi botën nga mëkati, tash ulet në të djathtën e atit. Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti i Zotit tim, ri në të djathtën time derisa ti vër miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrij nga Sioni. Sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shejta, nga krarori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti ju përbetua, asësis do të pendohet, ti e prift për amshim, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretëri ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej projt, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Krishti e liroi botën nga mëkati, tash ulet në të djathtën e atit. Aleluja. Antifona e dytë. Hyj e dërgoi Krishtin Jezus për ta çliruar popullin e vet. Aleluja. Psalmi 111. Veprat e mëdha të Zotit. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin, në kuvendin e të drejtëve, në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit, për të shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqim është vepra e tij. Drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Unë ngrej përmendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti. U jep ushqim atyre që e druajnë, kur se harrojnë beslidhjen e vet. Popullit e vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tija janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblimi dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të mshushme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Hyje e dërgoi Krishtin Jezus për ta çliruar popullin e vet. Aleluja.
Antifona 3. Aleluja. Krishti mbretëron lavdi. Aleluja. Kënga krahasuar nga libri i Zbulesës, kapitulli 19, rreshtat 1 deri 7. Dasma e qengjit. Aleluja. Shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tij janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërbëtarët e tij. Të gjithë ju që druani të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja. Mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja. Le të galdojmë e të brohërasim. Dhe të japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja. Sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja ti. Aleluja. Aleluja. Krishti mbretëron. Lavdi. Aleluja. Leximi i shkurtër Hebrejve kapitulli 10. Krishti, duke pas kushtuar për mëkate, vetëm një fëmijë të vetme, rri përgjithmonë në të djathtën e hyjit, dhe qysh atëherë pret vetëm që armiqtë të tij të vihen shtroj e këmbëve të tija, dhe vërtetisht me një kusht të vetëm i përsosi për amshim të shenjtruarit. Përgjigjja e shkurtër. Isha i vdekur, tash jetoj përgjithmonë. Aleluja, aleluja. Isha i vdekur, tash jetoj përgjithmonë. Aleluja, aleluja. Vdekja dhe feri janë në pushtetin tim. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Isha i vdekur, tash jetoj përgjithmonë. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Në fjalën e Krishtit, Pjetri e nxori rjetën plot me peshk. Lavdi i qoftë hyjit, aleluja. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërtorën e vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brëznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyj gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë, i të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar e tërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarseve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në fjalën e Krishtit, Pjetri e nxori rjetën plot me peshk. Lavdi i qoftë hyjit. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishti është gjithmonë i gjallë për të ndërmjetësuar për ne. Mbar kisha i brohoret dhe i thërret. Mbreti i lavdis, dëgjoje zërin ton. Dritë dhe shpëtimi të gjithë njerëzve. Dërgoje shpirtin tënd mbi ata që e festojnë të ngjallurit tënd. Mbreti i lavdis, dëgjoje zërin ton. Populli hebrej le ta njohë ty me sinë e pritur. Mbar toka le të jetë plot me lavdin tënde. Mbreti i lavdis, dëgjoje zërin ton. Na mbaj në bashkësinë e shetërve gjatë shtektimit ton toksor. Na jep që të jemi të qëndrueshëm në fe, deri në ditën e ardhjes sate. Mbreti i lavdis, dëgjoje zërin ton. Ti që nga përvujtrimi i kryqit u ngrite në anë të djathtë të Atit. Pranoj të vdekurit tan
në lavdin e mbretërisë sate. Mbreti i lavdis, dëgjoje zërin ton. Aty në që në qiell u shejtrofte emri të ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, le të galdoj për herë o hy populli yt, sepse ti ja përtrive rinin e shpirtit. Ti na ktheve denjësinë e bijeve të hyjit. Na forcon në shpresën e lume se do të ngjallemi. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju në mbrëmsorën e dytë e të dielës së tretë të Pashkëve. Vazhdoni që ndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zënj krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.